Mirëmëngjesi për të gjithë dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës dhe qoftë lëvduar Jezu Krishti. Si çdo mëngjes bëjmë lutjen e mëngjesores apo lutjen e mëngjesit. Sot është shtunë dhe jemi në javën e tretë të kohës së ardhjes. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Me zë të madh profetët lajmërojnë se po vjen Krishti, me hir që i prin shpëtimit të gëzueshëm na shpërblen. Mëngjesi ynë këtu duket, e në hare ndizën zemrat, kur besnik jehon zëri, para lajmërues lavdije. Kjo është ardhja e parë jo për të ndëshkuar botën, por erdhi të shëroj plagët, të shpëtoj çka kish vdekur. Por na kumton e dyta se Krishti është pranë të dyert, tu jap kurorat shejtërve, të hap mbretëritë e qiellit. Premtohet drita e mshueshme, ylli shpëtimtar po shfaqet dhe një shkëlqim flakrues fton në drejtsinë qiellore. Vetëm ty, o Krisht, të kërkojmë, si Zot që jetë të shohim, që kjo pamje e vazhdueshme për jetë qoftë këngë lavdije. Amen. Antifona e parë. Hyji do të vijë prej së larti dhe do të ndriçoj portë si dielli. Psalmi 119. Premtimi për mbajtjen e ligjit të Zotit. Dashuria ndaj hyjit është kjo, që ne t'i zbatojmë urdhrimet e tija. Pa thënë Krishti sipas Gjonit Ungjilltar, kapitulli 5, rreshti 3. Me gjithë zemër të thëras o Zot më dëgjo, dhe do t'i mbaj urdhrimet të tua. Klitha drejt teje më shpëto, që t'i ruaj dëshmitë tua. Para agimit zgjohem e të thëras në ndihmë, shpresoj në fjalën tënde, sytë mi zgjohen para rojes së natës, për të përsiatur fjalët e tua. Ma dëgjo zërin sipas mëshirës sate o Zot, e bëj të jetoj sipas gjyqit tënd. U afruan ata që mos salvojnë di keqas, janë larg nga ligji yt. Por ti o Zot je afër, besnike janë të gjitha urdhrimet e tua, që moti di për urdhrimet e tua, se i themelove për amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Hyji do të vijë prej së larti dhe do të ndriçoj portë si dielli. Antifona 2. Vesoni o qej prej së larti, edhe ret le të rregojnë të drejtin, le të hapet toka e le ta linë shëlbuesin. Kënga sipas librit të Urtis, kapitulli 9. O Zot, më jep urtin. Unë do t'ju jap zotësinë e fjalës dhe urtin, të cilin askush do të mund ta kundërshtoj. Pa thënë Krishti, sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli 21, rreshti 15. O hyj jetërve të mi dhe Zoti i mëshirës. Ti që me anë të fjalës sate krijove rruzullin, që njeriu e krijove me anë të urtisë sate, për të sunduar krijesat që ti i përftove, për ta drejtuar botën me shenjtëri e drejtësi, dhe për të gjykuar gjyqin me shpirt të drejtë. Ma jep urtin që rri në front pranë teje, dhe mos më përjashton nga numri i fëmijëve të tu, sepse jam shërbëtori yt, biri i sklavës sate, njëri i vogël e jetë shkurtër, i paaft për të kuptuar gjyq e ligj. Sepse dhe po t'u gjente ndër bijtë e njerëzve ndokush i përsosur, por në qoftë se mungon urtia jote, do të vlerësohej për asgjë. Me ty është urtia që i njeh veprat e tua, që ishte pranë edhe atëherë kur e krijove rruzullin, dhe dinte çfarë është e pëlqyeshme në sytë e tu, dhe çfarë është e drejtë në urdhrimet e tua. Dërgoje prej qejve të tu të shejt, çoje prej selisë së madhërisë sate, që të jetë me mua e të mundohet krah për krah me mua, që të di çka është e pëlqyeshme para teje, sepse ajo di dhe gjithçka kupton, të më përcjell me maturi në veprat e mia, e të më mbroj me lavdinë e vet. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Vesoni o qej prej së larti
edhe ret le të rrigojnë të drejtin, le të hapet toka e le ta lindë shëlbuesin. Antifona 3. Përgatitu o popull që ta takosh Zotin. Ja, ai po vjen. Psalmi 117. Grishje për të lavdëruar Zotin për dashurinë e tij. Këtë themun, paganët e lavdërojnë hyin për mëshirën e tij. Krahaso letrën drejtuar Romakëve, kapitulli 15, rreth 8-9. Lavdërojini Zotin o kombe të gjitha, madhërojini së bashku o popull të gjithë. Sepse e madhe është dashuria e tij ndaj nesh, besnikëria e Zotit qëndron për amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Përgatiti o popull që ta takosh Zotin, ja ai po vjen. Leximi i shkurtër marrë nga libri i Isais profet, kapitulli 11, rreshti 1-2. Një pinjoll do të dalë nga trungu i Jezeut, një pip i zgjedhur do të piptojë nga rrënja e tij. Në të do të pushoj shpirti i Zotit, shpirti i urtisë e i dijes, shpirti i këshillave dhe i forcës, shpirti i kuptimit dhe i frikës së Zotit. Përgjigja e shkurtër. Jerusalem, qyteti i hyjit, përmbi ty do të ngrihet Zoti. Jeruzalem, qyteti i hyjit, përmbi ty do të ngrihet Zoti. Në ty do të shfaqet lavdia e tij. Përmbi ty do të ngrihet Zoti. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Jeruzalem, qyteti i hyjit, përmbi ty do të ngrihet Zoti. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Mbretëria e qiellit është afër, jeni të sigurt se nuk do të vonohet. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyji i Izraelit. Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton. Në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet. Sikurse premtoi ka herë. Me gojë të profetëve të tij të shenjtë. Se do të na shpëtoj prej armiqve tan. Dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë. Se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tan. E do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë. E betimi që bëri në të mirën e Abrahamit tatit ton. Se do t'na e bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë. Të shliruar nga duart e armikut. Në shejtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. E ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejetlartit. Sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët. Për ta vënë në dieni popullin e tij. Se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija. Në saje të zemrës së dashur të hyjit ton. Që do t'na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin. Për të shndërritur ata që gjenden e errësirë dhe në hijen e vdekjes. Për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Mbretëria e qiellit është afër. Jeni të sigurt se nuk do të vonoheni. Lutjet e besimtarve. Ti lutemi hyjitat që në fillim ka pasur si qëllim ta shpëtoj popullin e vet. O Zot, ruaje popullin tënd. Përuli o Zot zemrat e njerëzve para fjalëve të tua dhe forcoj besimtarët e tu në shejtrinë e pathyeshme. O Zot, ruaje popullin tënd. Na ruaj në dashurinë e shpirtit tënd, që ta pranojmë mëshirën e birit tënd i cili do të vijë. O Zot, ruaje popullin tënd. Na forco o ati dashur deri në fund, deri në ardhjen e Jezu Krishtit. O Zot, ruaje popullin tënd. Aty ynë që në qiell ushin troftë e mryt, art mbretëria jote u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na e sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tan, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy krijues dhe shëlbues i njerëzve,
Ti deshe që fjala jote të mishrojë në krarorin e Virgjës së përhershme, po të lutemi që një lindur i biri yt, i bërë njeri si ne, të na bëj pjesëtar në jetën e tij hyjnore, në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd, që më ty jeton dhe mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin.